ditën e njëjtë vendi ynë do të jetë në një ndikim të masave ajrore të paqëndrueshme. Zonja Zotrin dhe moti parashikohet që të jetë me vranësira mesatare deri në të dendura. Rreshtit e shiut pritet që të jenë prezente të herparseshme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit që në orët e para të ditës. Në veri perëndim dhe në jug të vendit, rreshtit e shiut do të jenë me intensitet deri në mesatar, ndërsa në zonën e Alpeve dhe në majat e maleve në verilindje pritet që të ketë rreshje dëbore me intensitet të ulët. Temperatura minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet nga 12 deri në 17 gradë Celsius, në vendet e ulta 10 deri në 16 gradë Celsius dhe në vendet malore nga 5 deri në 12 gradë Celsius. Në Prishtinë temperatura do jetë nga 5 deri në 11 ditën e sotme, në Podgoricë nga 8 deri në 14, në Athinë nga 14 deri në 18 gradë Celsius dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut nga 6 deri në 11 gradë Celsius. Si e njerë? Mirë, u zgjova sot dhe kam e kurosur. E din? Që në mëgjes? I kam filluar, jam bërë shumë e disiplinuar, Blendi. Bravo ty. Ti bën punë shtëpie ti, Blendi? Bëj shumë punë shtëpie, por unë nuk bëj hekur. Unë bëj hekur në palestër, domethënë. Po hekur, mund ta bëj, nëse situata është ekstreme, por nuk është nga dhuntit e mia, sepse merra të këmishën. E di, bëj nga pjesa e kopsave, ke parasysh këtë pjesën përpara, pastaj do ta kthesh andej, jo mënga, jo shpatulla, është çike vështirë. Këmishat I kam domethënë hekur nuk bëj. Por mund të la jenën, se kam si terapi, dhe ne kemi edhe atë që e lan enët, makinën larse lavastoviljen, si thoni juve. Por më pëlqen për shembull një mëngjes të shtune kur kam kohën që të merrem, se vë radion e kam treguar. Edhe lajenët kështu se merrem me këto gjëra. Bëj edhe gjëra tjera në shtëpi, nuk përtoj. Nuk është se I bëj gjithmonë sepse kur ka nevojë, po hekurin e kam vdekje, siç themi ne. Hekurin s'është për mua. Jo, un kam mësuar tani të kuros edhe un nuk isha shumë katastrofë. Është me kështu, për shembull, kam një kushëri më të vogël se un, por është një çun garip kështu, me krah, me tatuazhe, king. Do ta njohësh? Jo. Bëj shaka. Dhe ai hekuros, domethënë I vjen shumë doresh. E ka kështu. Edhe ta shifi atë kështu me ato tatuazhet, ta me hekurin kështu, më çfarë bën mirë si. Shumë praktik, shumë praktik. Ishte gjëja e tij, domethënë që e bën bukur. Kurse po nuk kam turp nga punët e shtëpisë, se nuk janë në një. Pse të kemi turp? Absolutisht është gjë shumë e mirë. Unë jam bërë njëri shumë I disiplinuar që këtë javë. Kjo java u I kapit. Jo, në fakt këtë vit e kam vendosur ndjekësit e mi e din të ndjek një jetë healthy lifestyle. E ke dëgjuar dhe unë po të zgjohemi herët në mëngjes, nëse kjo është ta imponon puna. Po, tani s'ke ç'i bën. Por më vjen mirë që po ma imponon. Shkoj në palestër pastaj, bëj punët e shtëpisë, lëviz, ha mirë. Ti gjithmonë ke ngrënë mirë, apo ke pasur periudha? Jo, të lutem, absolutisht. Se s'ke pasur ndonjëherë probleme me peshën, ku do tani që të reflektonte një të ngrënë të keq, po themi, petlla dhe yndyrna e gjëra kështu. Po nuk do të thot, kam një metabolizëm shumë të mirë, por nuk ka gjithmonë mirë, Blendi, Çfarë është gjëja, Heidi, që ti dashuron ta hash, por që e di që s'është e mirë? Nga këto ushqimet jo të shëndetshme, po që si reziston dot. Po Nutella. Okej. Nuk I rezistoj dot fare. Që ke si goca ime, domethënë. O, sa e mirë. Që mendoj që është super shpike. Përbërja me aq shumë sheqer është. Madje acarohem kur marrim ndonjëherë crepes. Edhe shkruaj Nutella, edhe është çokoladë, dhe unë e di shumë mirë që s'është ajo, po thua. Që nuk është ajo, dhe nëse kam dëgjues që kanë restorante që bëjnë krep, të lutem se edhe e shënoj. Kuptova, mirë, Ferrero's do I presim një faturë për këtë. Të dashur. Mund të përdorësh mjaltin është zvendësuesi mirë për atë, po, e kuptova që as mjalti s'është ajo, që do të kuptoj. Mirë. Aty nuk jam e shëndetshme. Okej. Atëherë, zonja e Zotrin, është e njëjtë, data sot është 4 dhjetor 2025, Wake Up ka filluar edhe për sot, jemi gati t'ju përcjellim në këtë të njëjtë. Të mrekullueshme, duhet thënë, do të jetë, shikon, po më vjen zëri, pak më mirë sot. Më vjen mirë, që është më okay. Po kemi një gocë, ne kemi shumë goca të mira, ne shqiptarët. Edhe kur vjen punat e gocat, kemi çfarë më bukur se edhe me çunat. Kemi ca çunat mrekullueshëm,
Po ca goca, fjala vjen siç është Rita Ora, siç është Eva Max, siç është Eva Murati, apo Dua Lipa. Po, Dua Lipa. I kanë dhënë shumë emër, po themi, Shqipërisë në botë edhe në ato intervistat që i jep, që i thotë kështu. Unë mendoj që kjo është një gocë kështu. Sepse shqiptarët kur shkëlqejnë mirë. Të verbojnë. Nuk ka mesatare. Po. Edi. Po arritën në pikën që të çajin nuk ka si mirë. Jo, si mban dot gjë. Më sillen të lutem, nëse mundem çuna syzet e diellit, do më duhen sot se ka verbim në studio, ka shumë drita.